Ajo që du të them që cilësia vjen e para. Ne jam shumë prioritet sigurisë. Ne furnizohemi ke një nga pikat që furnizon 70% të gomistave në gjithë Europën. Si i porositet tek ne, si i porositet ke një nga gomistëritë në Europë, është e njëjta cilësi se është nga njëjta magazin. Thjesht në Europë mund vi për 3 ditë se funksionon më shpejt transporti, këtu mund vi për 7 ditë. Dhe ajo që du të them është që nuk jam unë këtu për thonë lirë, i kam gjetë më lirë. No, sepse nuk du të përmend emra, por janë ca gomistëri që thonë ti japun me kaq lek, ti japun me kaq lek. Nëse është puna për lirë, ose nëse është puna për të gjetë më të lirën e mundshme, se nëse është puna lirë, i them këtyre gomistave që kur thoni u fiq, unë kam mush koshat. Por unë nuk shes gomë që nuk përdoret në standardin evropian dhe kjo mark për mark, cilësi për cilësi. Pra, ne janë 3 faktorë bazë, siç e thash, është çmimi, është cilësia, është shërbimi. Nuk është tek fusha jonë që ne do japim shumë rëndësi çmimit, se 5 euro lumi njëra tjetrën. Fusha jonë është e para shërbimi, a e merr, ata shtrëngon videon mirë. Cilësia, ajo që mas ta shtrëngon, a është shumë e mirë. Pastaj është çmimi. Nuk është tek ne gjë çmimi dhe ju lutem, gjithë ju klientë që referoni çmim, ju lutem, çmimi është në totale. Nëse ti merr shërbimin e mirë, nëse ti merr cilësinë e mirë, automatikisht edhe çmimin e ke më të mirë.